falenderojmë që keni ardhur sot. Sot është një ditë e veçantë në kontekstin historik të asaj si njerëzimi dëgjon, edhe patjetër nëse keni parë lajmet këto 2 ditë, një nga gjërat që dëgjoni vazhdimisht ka qenë lidhur me Pashkët, por ka më shumë se sa çfarë flitet në lajme, ka më shumë se sa çfarë mendohet për Pashkët. Bibla na tregon që diçka e madhe faktikisht. E lutem nëse jeni këtu, unë do të shkoj së bashku me ju në fjalën e Perëndis, edhe do të ndaj diçka që ka të bëjë me Pashkët, por përpara se të ndaj atë dua të them një histori. Është një histori faktikisht sfiduese që kam dëgjuar kohë përpara. Ishte një herë një njeri që kishte një shtëpi të madhe, kishte shërbëtor, edhe në një pikë të jetës së tij, ai thirrri shërbëtorin dhe i tha: "Shko pak në bibliotekë, tha, dhe më sill librin." Edhe ai hodhi syt nga biblioteka dhe pa shumë libra aty. Edhe tha: "Zotëria im kur nuk flet gabim." Më tha: "Sill librin." Po ka shumë libra aty. Edhe pasaj i turprua vajti dhe pyeti zotërin: "Zotëri, më fal, cilën libër do, se ka shumë libra aty, nuk më the emrin." Edhe zotëria i tha: "Ka vetëm një libër, Trajta e shquar, i përvetshëm, që shndron të gjithë librat që janë shkruar ndonjëherë dhe që kam unë në bibliotekë. Edhe ai libër është libri i Perëndis, që është gjinia asnjëse, por po flasim i përvetshëm, libri Trajta. Dhe arsyeja pse libri qëndron mbi të gjithë librat e tjerë, pra për Biblën po flasim, shkruan shumë libra, po ka vetëm një libër, që është fjala e Zotit. Edhe fjala e Zotit është shumë e veçantë në krahasim me të gjithë librat e tjerë. Sot do të shohim disa gjëra nga fjala e Perëndis, por një nga gjërat që dallon Biblën nga të gjithë librat e tjerë është përmbajtja profetike e saj. Bibla na jep profecinë, edhe na jep, nuk jep një profeci abstrakte, por na jep profeci të qartë edhe të kuptueshme. Për shembull, kur Zoti Jezu Krisht erdhi në tokë në ardhjen e parë, ai përmbushin mbi 40 profeci. Edhe profecit ishin dhënë në Vjetën e Vjetër. Për shembull, një nga profecit më të dukshme, nuk do të shohim sot aty, por për shembull është vendi se ku do të lindë Jezu Krishti. Edhe diç për ne është e njohur kjo, që po le të mos harrojmë fuqinë e fjalës Perëndis. Dhe Bibla na tregon që Mikea, përpara se Jezu Krishti të vinte 710 vjet përpara, profetizoi që Jezusi do të lindte në Betlehem. Edhe madje më vonë, kur ai erdhi dhe lindi, Bibla na tregon që u hetua nga mbreti Herod ku do të lindte Jezusi. Edhe u dëshmua për të që ai do të lindte në Betlehem të Judes ose Betlehem Efrata. Edhe ajo që dua të them është që Bibla ka shumë profeci eksakte. Emri i tij, vendi ku do të lindte, nga sa do të tradhtohej me 30 monedha argjendi, ku do të kryqëzohej, si do të ndodhte jeta e tij, çfarë do të ndodhte me jetën e tij. Edhe shumë detaje, por një nga gjërat më të mahnitshme të Biblës nuk janë vetëm këto, por të profetizosh në histori. Bibla është superiore. Është jashtëzakonisht e mahnitshme. Për shembull, te Levitiku 23, nëse keni lexuar ndonjëherë disa fjalë nga Bibla, nëse jo, sot do të lexoni nga Bibla. Po Levitiku 23, Perëndia udhëzon popullin e Perëndis që të mund të festojë ca festa. Edhe janë 7 festa kryesore që Perëndia udhëzon Izraelin që t'i festojë ato. Edhe Bibla thotë, Zoti foli akoma Mojsiu duke thënë: "Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj, ja festat e Zotit." Edhe dini që ne kemi feste grave, feste baballarëve, feste për pavarësinë e tjera. Por këto janë festat e Zotit, thot Bibla. Edhe pastaj thot: "Folu bijve të Izraelit dhe thuaj atyre, ja festat e Zotit që ju do t'i shpallni si mbledhje të shenjta. Festat e mia janë këto." Dhe nëse lexojmë me kujdes Levitikun, do të gjejmë 7 festa kryesore që Perëndia i shpall Izraelit, edhe kërkon që Izraeli t'i kujtojë ato brez pas brezi. Është e mahnitshme faktikisht nëse i shohim këto të 7 festa. Edhe këto 7 festa, nëse i shikoni me kujdes, ndahen në 3 grupe kryesore. Sepse Perëndia kërkon që izraelitët të ngjiten në Jeruzalem 3 herë në vit. Edhe janë, nëse e lidhni gjithë këto gjëra, pikërisht janë këtu. Një herë ata do të ngjiten në muajin Nisan. Edhe janë 3 festa në këtë muaj. Pastaj ata ngjiten në muajin Sivan. Edhe kemi festën e Rëshajave ose të Pentakostit, dhe pasaj ka 3 festa që korrespondojnë në muajin e 7, që është muaji i Tishrit. 3 herë bitë e Izrael do të ngjiteshin lart. Tani kur flasi për festat, ne mendojmë festa, por çfarë në kupton Zoti kur flet për festë? Sepse Perëndia na interpreton fjalën e tij vetë, edhe shkrimet janë ato që interpreton vetveten. Kur ne mendojmë për festë, ne mendojmë do veni, do ham, do pim apo jo.
Po kur Zoti na tregon për festën ka diçka të madhe. Sepse shikoni pak si është kuptimi i festës. Kuptimi i festës Zoti përdor një fjalë që është mawed. Është një fjalë hebraike. Është një fjalë hebraike që flet për festën dhe shikoni tek Zanafilla se si është përmendur kjo fjalë, edhe nuk kam kohë të kaloj gjitha referenca, apo të përmend të paktën 3, si kjo fjalë që Perëndia e quajmë festë është përkthyer diku në vende të tjera në mënyrë ndryshe. Për shembull te Zanafilla 1:14, kur Zoti bëri diellin hënën yjet, Bibla thotë që ato do të ishin si shenja, edhe ato do të ishin stin, thotë stinët, ditët edhe vitet. Po kjo fjala stin është ajo fjalë që Zoti përdor festat për Zotin. Te Zanafilla 18:14, kur Perëndia na jep lindjen e Isakut, edhe dini që Abrahami bashkë me Sara nuk kishin fëmijë. Por ajo që ndodhi në mënyrë të mbinatyrshme Perëndia u dha atyre një fëmijë. Edhe Bibla thotë, a ka vallë diçka që është e vështirë për Zotin? Në kohën e caktuar ose në festë. Brenda vitit do të kthehen dhe Sara do të ketë një birë. Pra është kjo fjalë që ne gjejmë festat e Zotit këtu, që thuhet koha e caktuar, po më lart është stina. Dhe pastaj para Samuelit 20:35 thotë të nesërme në mëngjes, Jonathani doli në fushë në vendin e caktuar. Përsëri kjo fjalë me Davidin duke patur me vete një djalosh. Që të mos bëhet mendja jon e ngatëruar, vetëm të kuptoni një gjë. Kur Zoti duke folur, këto janë festat e mia. Ai duke thënë Izraelit që këto që unë po ju shpall juve janë caktuar nga Perëndia për një qëllim të caktuar. Pra kur Perëndia është duke dhënë festat, ai inkurajon popullin e tij të shohë përpara, sepse këto festa janë profetike. Këto festa janë duke parë përpara për diçka që do të ndodhë në të ardhmen. Siç thuhet në kohën e caktuar, në momentin e caktuar, në vendin e caktuar. Edhe Perëndia është duke na treguar për festat e tij që ato janë profetike, nuk po flas tani për profetit për Zotin Jezu Krisht, siç folëm për vendin e tij, për lindjen e tij. Për shembull Bibla thotë që ja virgjëra do të ngelet 7 zanë. Edhe se pa mundur që një virgjër është të ngelet 7 zanë, nëse nuk ka farë nga burri. Edhe pikërisht për këtë thuhet te Zanafilla 3 që fara e saj e grua do të shtypte kokën e gjarprit. Që të thotë që ai që do të lindte nga kjo vajzë, edhe lindi nga Maria, ishte Perëndia në mish. Ishte e gjithë pushtetshme që u bën një ri. Por nuk po flasim për këtë, po flasim për profecinë historik. Tani Izraeli brez pas brez i kujtonte këto festa. Edhe ajo që ndodhi është se Zoti i kërkoi atij që të shikonte përpara, sepse Perëndia është duke kujtuar diçka për të ardhmen. Festa e parë është Pashka. Prandaj po shkojmë tek Pashka. Festa e parë që Zoti i përmend Izraelit që këto janë festat e Zotit, që këto janë ato që shohin përpara për një ngjarje të caktuar, për një qëllim të caktuar, që janë festa profetike. Edhe Perëndia na tregon arsyeja pse Zoti dha festën hebrejve, i dha që ata të kujtonin. Për çfarë të kujtonin? Nëse e keni lexuar me kujdes Eksodin, do të vini re që Perëndia dërgoi 9 plagë në Egjipt, përpara se të jepte plagën e fundit nga të cilat ata ikën dolën nga robëria. Edhe ajo që ndodh është kur Perëndia po përgatit plagën e 10, ai këshillon bijtë e Izraelit që të marrin një qenj, edhe ta flijojnë qenjin. Edhe me gjakun e qenjit ata të lyhen shtalkat dhe arkitraun. Edhe qenji do të piqe dhe do të hajë dhe ata do të ishin ngjeshur. Edhe Bibla thotë sepse kjo është Pashka e Zotit. Edhe ata do të kujtonin këtë brez pas brezi, që Perëndia e çliroi ata nga skllavëria e Egjiptit. Me anë të një qengji, me anë të gjakut të tij, edhe kjo është e Pashka. Për këtë, kjo është ajo që do të shikojmë. Shikoni pak tek Eksodi 12, do të lexojmë disa vargje së bashku. I thoni bijve të gjithë asamblesë Izraelit, ditën e 10 të këtij muaji çdo burr të marrë me vete një qengj, sipas madhësisë së familjes së atit. Një qengj për shtëpi. Qengji juaj do të jetë 18 mashkull. Ky është kushti i Perëndisë. Tani ata nuk dinin që do të ndodhte mira vite më vonë. Vetëm ata po e kremtonin këtë gjë. Por Perëndia është duke treguar diçka për të ardhmen. Po Izraeli e bëri këtë gjë. Tek Eksodi 12, 6 dhe 7, vargjet më poshtë thotë: do të ruani deri në ditën e 14 të këtij muaji dhe tërë asambleja e popullit do ta therrë atë në të ngrysur. Edhe ajo që ndodh është sa filloi të mbaroj dita, ata e flijojnë atë. Pastaj do të marrin nga ai gjak dhe do të vënë mbi 2 shtalka dhe mbi arkitran. Kjo është historia. Thjesht po lexoj historinë. Edhe ajo që ndodhi është ata morën gjakun edhe lyen përpara shtëpisë së tyre, lyen arkitraun, lyen edhe shtalkat. Edhe ata morën një qenj, ata therrën atë, edhe me gjakun e tij bën këtë që bën. Tek Eksodi 12 në vargjet më poshtë thotë:
do të hani me nxitim, ata do të pishnin atë dhe pastaj do të hani me nxitim, edhe thotë se është Pashka e Zotit. Pra këtu jemi për përmendjen e parë të fjalës Perëndis për Pashkën. Edhe është Pashka e Zotit. Dhe gjaku, thot Bibla, do të jetë për ju një shenjë mbi shtëpitë ku ndodheni. Kur unë të shoh gjakun, do të kaloj tutje. Tani fjala Pashk dhe do të kaloj tutje është e njëjta fjalë. Pra kur unë të shoh gjakun, thot Zoti, atëherë që do të ndodhte është që Perëndia goditi me plagën e vjetë dhe solli vdekjet e gjithë egjiptasit. Por në asnjë vend ku gjaku ishte aplikuar te shtalkat e te arkitraut, domethënë familjet e hebrejve, Perëndia nuk ndëshkoi asnjë aty dhe vdekja nuk hyri aty, sepse Perëndia pa gjaku që ishte aty përpara se të hynte në atë familje dhe pa gjaku dhe engjëlli vdekjes kalonte me ata. Edhe ky është kuptimi i Pashkës. Pashk do të thotë që kaloi me ata dhe vdekja nuk hyri aty brenda. Fjalë për fjalë. Që kaloi me ata dhe vdekja nuk hyri brenda. Edhe ajo që ndodhi është hebrejt kur u gdhi, panë që vdekja nuk ishte hyrë aty, po vdekja kishte hyrë në gjithë Egjiptin. Edhe faraoni i lëshoi ata, edhe ata ikën të lirë nga dominimi i Egjiptit, të lirë nga dominimi i faraonit, edhe u bën të lirë nga skllavëria. Kjo është ajo që Zoti na jep. Tani profecia, kjo është ajo që është historia, po profecia është në kohën e caktuar. Ma në mend çfarë është fest? Fest do të thotë në kohën e caktuar. Perëndia ka dhënë këtë fest me qëllim që Izraeli të shohë përpara që një ditë, në një kohë, Perëndia do të çlironte Izraelin nga skllavëria frymërore. Të çlironte njerëzit nga skllavëria frymërore. Edhe ajo që ndodh është piktura na jepet këtu është vdekja e Zotit tonë Jezu Krisht si çengji i Perëndis. Festa pra është e lidhur me stin, me kohra, me të ardhmen. Nëse e ktheni pak aty, nga Zoti për një qëllim të caktuar. Tani te Galatasit 4, ku lexojmë dhjatën e re, ne vëmë re diçka interesante. Kanë kaluar 1500 vjet, kur Pashka e parë u kremtua. Dhe brez pas brezi izraelitët kanë festuar këtë Pashkë në mënyrë të vazhdueshme. Edhe ata kujtoheshin që diçkur Perëndia e çliroi ata nga gjaku i një çengji. Dhe shikonin përpara që Perëndia do të bënte diçka të madhe. Edhe Bibla na të thotë te Galatasit 4, po ku erdhi premtimi i kohës, mbani mend fest. Kur u mbush koha, Perëndia i dha Abrahamit një bir apo jo? Të festat e Zotit. Kur u mbush koha, plotësimi i kohës, Perëndia dërgoi birin e tij, të lindur prej gruaje të vënë në ligj, që të shpengonte ata që janë në ligj që ne të fitojmë birin. Po flasim për Biblën. Po flasim për një libër të mbi natyrshëm. Po flasim për një libër që mbart profecinë. Edhe është e mahnitshme, është i denjë për të besuar. Çengji i Perëndis erdhi në kohën e caktuar. Pyetja është kush është çengji i Perëndis? Sepse vazhdimisht ata flionin çengjat kafshët me 4 këmbë. Po çengji, sepse është Pashka e Zotit. Te Gjoni 1:29 të nesme Gjoni e pa Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha, ja çengji i Perëndis që heq mëkatin e botës. Ja çengji i Perëndis, e duam të kuptojmë kuptimin e Pashkës. Nuk është me vezët, nuk është me lepurusha. Çengji i Perëndis është Zoti Jezu Krisht që u flijua si çengji i Pashkës për të shlyer mëkatet tona. Edhe vinë re një gjë, ashtu si në dhjatën e vjetër, që çengji pikturon Jezu Krishtin, ashtu dhe gjaku që pikturon shpëtimin, edhe gjaku i Jezusit pikturon shpëtimin ton, sepse gjaku në kohën e Eksodit pikturon të shpëtimin nga skllavëria fizike, gjaku i Jezusit pikturon shpëtimin nga skllavëria jonë frymërore. Shikoni Gjoni 19, Jezusi kur erdhi, jo vetëm që ishte çengji i Pashkës, por ai u therr, ai u kryqëzua, ai dha jetë pikërisht në të ngrysur, pikërisht në atë kohë, ashtu si brez pas brezi hebrejtë e kishin bërë, ashtu si ndodhi Pashka e parë. Edhe Bibla na tregon kur Jezusi e mori utullin, tha, u krye. Domethënë mbaroi. Në qoftë se beson në të, atëherë gjithçka ka mbaruar. Perëndia ka shlyer dënimin tënd në kryqin e Kalvarit përmes Jezu Krishtit. Dhe duke ulur kryet, dha fryma. Dhe duke qenë se ishte dita e përgatitjes, vini re shkrimet se si dëshmojnë. Është një ditë që ata po përgatiteshin për Pashkën. Ata kishin marrë çengja,
Edhe ata po e përmbanin atë që kishte thënë Zoti me anë të Mojsiut që nga Eksodi. Mi po ajo që ndodhi ishte ata po shihnin që qengji Perëndis po flijoi në kryqin e Kalvarit. Edhe Bibla thot me qëllim që trupat të mos qëndrojnë në kryq të shtunën. E shtunë do të thot shabat ose pushim, edhe është Pashka. Nuk ishte vetëm e shtuna pushim, por ishte edhe dita festat pushim. Sepse thot ajo e shtunë ishte një ditë me rëndësi të veçantë. Sepse është Pashka. Edhe Bibla thot judejt i kërkuan Pilatit që atyre të hiqeshin kërcinë dhe të hiqeshin qandet. Hebrejt po përgatiteshin për Pashkën. Edhe ajo ditë që po vinte ishte veçantë, ishte Pashka. Dhe Perëndia po përgatitej për Pashkën e tij. Dhe Perëndia dërgoi qengjin e tij. Dhe Perëndia flijoi qengjin e tij. Edhe qengji i tij u flijua për mëkatet tona. Kjo është Pashka. Do të thotë që kur Perëndia të shoh gjakun, do të kalojmë atan. Prandaj është e rëndësishme të kuptojmë që mënyra si ne mund të shpëtohemi, mënyra si Perëndia na jep rrugën e shpëtimit, madje është e vetmja. Është me anë të Jezu Krishtit. Ka vetëm një mënyrë sipas Perëndis, që njeriu të shpëtohej nga vdekja e dytë, domethënë nga ndarja nga Perëndia në zjarr të përjetshëm. Edhe vetmja mënyrë si engjëlli i vdekjes të mos vi, e vetmja mënyrë si ne të mos shkojmë për shkak të mëkateve në zjarr të përjetshëm, është që të besojmë në Jezu Krishtin, qengjin e Perëndis. Të bëjmë atë si qengjin personal. Tek e parë Korinthëve 5, pali në frymëzinë e frymës shenjtë zbulon tani, që jo vetëm që qengji ishte qengji i Pashkës, jo vetëm që Jezusi ishte qengji i Perëndis, jo vetëm që ai u flijua në Pashkë, por pali thotë që ai është Pashka jon tani, i vët volan, duke kuptuar Pashkën që nga fillimi, duke kuptuar që ai është profetike, duke kuptuar që ai është për të ardhmen, pali thotë këtë. Hiqni pra majan e vjetër, që t'jeni brumi i ri si që jeni pa maja. Sepse Pashka jon që është Krishti, u flijua po ne. Është i njëjti kuptim që kemi që nga Eksodi 12. Dhe Perëndia tani nuk flijon më gjakun e qengjave, 4 këmbësh, sepse është pamundur që gjaku i kafshëve të heqë mëkatin. Por ai flijoi qengjin e tij, që një herë për gjithmonë të mund të heqë mëkatet tona. Dhe qengji i tij është Krishti. Dhe e vetmja mënyrë, ashtu siç ndodhi me Eksodin, e vetmja mënyrë si vdekja të mos vinë në ne, vdekja frymërore, domethënë ndarja nga Perëndia për jetë, është të mund të kesh qengjin në mënyrë të personale. Sepse shikoni çfarë thot nga ana frymërore, Gjoni 8:34. Jezusi përgjigj atyre, në të vërtetë po ju them, kush bën mëkat, është skllav i mëkatit. Nga ana frymërore është një problem serioz mëkati. Nga ana fizike asnjëri nga ju nuk ka pranga. Nuk pash ndonjëri të kishte pranga sot. Po të kishit pranga do kishit edhe një polit me vete. Por nga ana frymërore po flasë për mëkatin. Kush bën mëkat, është skllav i mëkatit. Dhe Jezu Krishti erdhi të na çlirojë nga skllavëria. Sepse skllavëria e mëkatit sjell vdekje. Edhe Bibla thot, kush mund të thot pastrova zemrën time e më pastruar nga mëkati? Askush. Askush. Po ka një gjak që pastron mëkatin ton. Ka një qenj që pastron mëkatin ton. Dhe ai Zoti Jezu Krisht. E para Pjetër 1:18-19 thot, duke ditur se jo me anë gjërash që prishen si argjendit e arë jeni shpenguar nga sjellja e kotës dorëzuar nga etri, por me anë të gjakut, të çmuar të Krishtit, si të qengjit, përsëri pra, të patmet, të panjohur. Bani mend që qengji duhet ishte i patmet, mashkull. Kolosianët 1 na thot 13-14, ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e birit të tij të dashur, në cilin kemi shpengimi me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve. Çfarë bekimi? Perëndia na shpëton ne përmes gjakut të Jezu Krishtit. 3 gjëra vjen re çfarë tek Eksodi. Vjet re tek Eksodi kapitulli 12 vjen re, ata do të merrnin një qengj. Edhe ata kishin nevojë për një qengj, sepse nëse nuk kishin qengj, nuk kishin gjak, dhe nëse nuk kishin gjak, nuk mund të lyenin shtakat, edhe nuk mundej që të mund të shpëtonin nga angjëlli i vdekjes. Dhe Zoti u tha, ju duhet një qengj. Pastaj gjithashtu që ky qengji, një qengj duhet ishte qengji. Që do të thotë që duhej personifikuar. Kush është ky qengji? Po Gjoni 29 qengji, trajta e shuar, është Jezusi. Po nuk mjafton vetëm që të ketë një qengj, Zoti siguroi një qengj. Nuk mjafton vetëm të dim që ai është qengji, që ai është Jezusi, por duhet të jetë qengji juaj.
Domethënë duhet jetë në mënyrë personale. Sepse nëse nuk është change im, atë shumë mirë Jezusi vdek për mëkatet e botës, po nuk vdek për mëkatet e mia. Sepse shumë e rëndësishme të jetë në mënyrë personale. Prandaj të kesh një marrëdhënie me Zotin Jezu Krisht, duhet të kuptosh që ke nevojë për një change, por jo për gjakun e kafshëve. Po ke nevojë gjithashtu për change-in, dhe ky change është Jezusi. Po pse Jezusi? Sepse Jezusi vdiq për mëkatet tuaja. Ai pagoi për mëkatet tuaja. Ai u varros dhe u ringjall. Po nuk duhet vetëm që ju të dini që ai është shpëtimtari i botës, por duhet të bëhet shpëtimtari vetë në mënyrë personale. Duhet të change juaj. Është e mahnitshme ajo që Zoti na tregon. Prandaj pash do të thotë që kur unë të shoh gjakun, kaloj ma thon, po ka një gjak që Perëndia na çiron nga mëkati, nga skllavëria e mëkatit. Është gjaku i birit të tij. Edhe Jezu Krishti është i vetmi që është i përsosur dhe kualifikohet për të qenë ndërmjetësi ynë midis nesh dhe Perëndis. Sepse ai është 100% njeri, 100% Perëndi. Duke qenë 100% njeri, 100% Perëndi, krijoi urën midis nesh dhe Perëndis. Edhe është shumë e rëndësishme kjo gjë. Edhe flasim tani për ditën më të madhe në histori. Sepse nëse shikojmë festat, faktikisht është e bukur. Unë ju premtoj që nuk ka asnjë libër më intrigues se sa Bibla. Më emocionues se sa çdo film romantik. Më i mahnitshëm se çdo film aksion. Bibla është fjala e përsosur e Perëndis. Është libri që na jep jetë. Është libri që zbulon për Zotin. Është libri që na tregon për të ardhmen. Është libri që na tregon nga erdhëm ku jemi, ku do të shkojmë. Edhe nëse shikon festën e parë, ajo është përpara për çfarë? Për vdekjen e Krishtit. Festa e dytë, e cila është bukët pa maja, pikturon varrosin e Jezu Krishtit. Festa e tretë është festa e fryteve të para. E dini çfarë pikturon përpara, sepse festa shikon përpara. Pikturon ringjalljen e Jezu Krishtit. Sepse Bibla thotë ai është fryt i parë që u ringjall. Dhe festa 4, nëse shkoni tek rrshajët, çfarë pikturon festa 4? Pikturon të korrat. Jezu tha, hedhë syt mbi të korrat. Edhe jo vetëm që Jezus u ringjall fryt i parë, po që nga koha e Jezusit deri sot, të korrat të bollshme për lavdinë e Perëndis janë. Njerëz janë shpëtuar nga popujt, fisë, gjuhë dhe komb. Ju jeni pjesë të korrave të Zotit. Aleluja. Kjo ndodhi në festën e rrshajve në Pentekost. Por kjo shifte përpara për të korrat. Edhe po flasim për të korrat frymërore. Po edhe 3 festat e fundit janë në shtator, ato flasin për shumë gjëra. Po një nga gjërat flet për Zotin Jezu Krisht të kthehet në ardhmën e dytë. E do të mbyllen të gjitha. Do të mbyllen të gjitha. Po le të shikojmë pak për ditën më të madhe në histori. Tani nëse mendoni për ditën më të madhe në histori, ka shumë gjëra që mund të veçojnë. Edhe njerëzit mund të mendojnë gjëra të ndryshme, për shembull dita më e madhe është një libër faktikisht, që dita më e madhe në histori është në datën 11. Në orën 11, në datën 11 të muajit 11. Nëse ktini pa nga lufta e parë botërore, atëherë ndaloi lufta e parë botërore. Interesante apo jo? Disa mendojnë që dita më e madhe në histori është kur Evropa fitoi mbi Gjermaninë, fitoi mbi Italinë, fituan gjithashtu edhe mbi Japoninë, domethënë mbi gjithë vendet fashiste. Edhe ajo që çmohet është 8 maj 1945. Fitore. E dini këtë shprehje, aty doli domethënë me këtë. Tani a është dita më e madhe ajo? Mbase. Disa të tjerë thonë për shembull për ditën kur njerëzimi arriti në hënë. Ishte një ditë e veçantë faktikisht. Në 20 korrik 1996. Për herë të parë Armstrong, njeriu hodhi hapat në hënë. Ka shumë mund të mendojmë, dita më e rëndësishme në histori është kush? Ta them unë kush është? Ditëlindja ime. Nuk e di për ju, ditëlindja ime. Unë erdha në këtë planet. Dita më e mirë për ju, ditëlindja juaj. Por ka diçka. Bibla flet shumë për ditë të veçanta në histori. Edhe krijimi i qiejve dhe i tokës një ditë e madhe, sepse shtrihet në kohë. Perëndia solli tokën në ekzistencë, solli njeriu në ekzistencë. Por gjithashtu mund të flasim për ditën më të madhe në histori, ardhja e parë e Jezu Krishtit. Pastaj ardhja e dytë, ardhja e parë, kur ai Perëndia u bë njeri. E ne kremtojmë këtë në Krishtlindje. Perëndia u shfaq në trup njerëzor. Ne sot ditëm lavdinë e Perëndisë, si lavdia atë vetëm lindur prej Ati plot hir dhe të vërtetë. Çfarë ditë e bekuar. Po jo vetëm as, por gjithashtu edhe dita ku Krishti vdiq në kryq, për këtë po flasim. Sepse pa atë sakrificë,
Ne nuk shpëtohemi dot. Pa sakrificën e Perëndis, ne nuk marrim dot faljen e mëkateve, sepse pa derë dhe gjaku nuk kanë ndjes. Por është gjaku i Krishtit që na jep. E megjithatë të tëra këto janë ditë të çmuara. Po ka një ditë që unë mendoj që qëndron mbi të tërë këto ditët. Po flas për racën tonë njerëzore, sepse ka një ditë për Perëndin që është dita më e bekuar. Dita kur ai do të kthehet edhe birit i do të marrë lavdim. Po nga ana jo, nga perspektiva jonë historike, ka një ditë që është më e rëndësishme dhe është dita ku Krishti u ngrit nga vdekja. Është dita e ringjalljes së Jezu Krishtit. Është dita që na jep shpresë, që ka shpresë për te varrit, që nuk mbaron jeta në varr, nuk shkon çdo gjë aty, vdekja nuk është fundi. Sepse të gjithë njerëzit vdesin. Bibla thotë që Perëndia ka vënë përjetësi në zemrat tona, çdo njeri do të shëronte të jetonte përjet. Atë ka shpresë, ringjallja e Krishtit garanton të ardhmen, garanton atë që Zoti na jep. Tani te Luka 24 është historia edhe në të katërt Ungjillit na jepet ringjallja e Jezu Krishtit. E dini pse na përmendet ringjallja në mënyrë të vazhdueshme? Sepse kjo është e rëndësishme. Sepse nëse Jezusi është ende në varr, atë ku është besimi ynë? Ku është shpresa jon? Ku është ajo fuqia jon për të ecur përpara me Perëndin? Zanafilla 24 thot ditën e parë të javës, shumë herët në mëngjes, ato dhe gratë të tjera shkuan te varri. Jezusi kishte 3 ditë që kishte vdekur, duke sjell erat e mira që ishin përgatitur, edhe sepse ato do të bënin atë ritualin hebre, po nuk mundi ta bënin sepse ishte më një herë. Ishte dita e përgatitjes dhe zbritën poshtë edhe vendosën në varr, dhe ata tani duan të shkojnë ta bëjnë pasi kanë kaluar Pashkën. Dhe gjetën një guri ishte rrokullisur nga varri. Por kur hyn nuk e gjetën trupin e Zotit Jezus. Dhe ndërsa ishin shumë të hutuara nga kjo, ja u paraqitën aty 2 burra të veshur me rroba të shndritshme. Dhe pasi ato të tmerruara mban fytyrën të përkulur për dhe, ato thanë: "Pse e kërkoni të gjallin mes të vdekurve? Ai nuk është këtu, por është ringjallur." Kujtohuni si ju kishte thënë kur foli në Galile. Pra Krishti është Pashka jon, që do të thotë Jezusi ka mposhtur vdekjen. E dini çfarë? Në qoftë se do të jesh një budist, që nuk jeni budist, po në qoftë se do të ishit, edhe në qoftë se ju do të gjenit eshtrat e Budës, ju prap do të ishit një budist i mirë, apo jo? Po në qoftë se jeni një musliman, dhe ju do të gjeni eshtrat e Muhamedit, ju prap do të jeni një musliman i mirë, apo jo? Në qoftë se do të ndiqje një fe, edhe do të gjeje eshtrat e udhëheqësit tënd që ka vdekur, ti prap do të ishe një ndjekës i mirë asaj feje, apo jo? Po në qoftë se ti je i krishterë, që beson te Jezu Krishti, edhe në qoftë se do të gjesh një kockë të Jezu Krishtit, ti kurrë nuk mund të jesh më i krishterë. Sepse kristianizmi nuk është bazuar në mësime, është bazuar në ringjalljen e Jezusit. Sepse po të rrëfesh me gojen tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën se Perëndia ngriti nga vdekja, shpëtohesh. Apostët nuk u shpallën atyre që të besonin në mësimet e Jezusit për të patur jetë përjetshme. Apostulli u shpallën atyre që të besonin në sakrificën e Jezusit, në vdekjen e Jezusit, në ringjalljen e Jezusit që të shpëtoheshin. Prandaj kristianizmi është ndërtuar mbi një gjë, mbi ringjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht. Prandaj ne kremtojmë ringjalljen. Mesazhi kryesor i Pashkëve nuk është se Jezusi është gjallë. Ai është gjallë. Po mesazhi kryesor është se Jezusi u ngrit nga vdekja. Edhe kjo është ajo që është e fuqishme në këtë. Bibla thotë që Krishti vdeq për mëkatet tona sipas shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën dritë sipas shkrimeve. Tani kur mendoj për Jezu Krishtin mendoni pak. Ai nuk kishte pse të vdiste. E dini pse nuk kishte pse të vdiste? Sepse ai nuk mëkatoi kurrë. Sepse paga e mëkatet është vdekja. E dini pse ju do vdisni? E dini pse ne vdesim si ratë njerëzore? Sepse kjo është paga e mëkatit. Adami dhe Eva nuk u krijuan të vdisnin, por ata u krijuan në marrëdhënie me Zotin. Por ata hëngrën nga pema e njohjes mirë dhe keqe që Zoti kishte thënë mos e hani. Ata vdishën, edhe të gjithë ne vdesim sepse të gjithë ne mëkatojmë. Por Jezusi është Perëndia në mish, ai jetoi pa mëkat. E dini çfarë? Ka shumë burra që kanë dhënë jetë për një kauzë. Ne kemi 28.000 dëshmorë të luftës antifashiste nacionale shqiptare. Kemi njerëz që kanë dhënë jetë për familjen. Ka njerëz që kanë dhënë jetë për një kauzë të drejtë. A janë ata njerëz të mëdhenj si Jezu Krishti?
E dini çfarë dallon Jezu Krishti me ata njerëz që kanë dhënë jetën? Sepse dhe Jezusi dha jetën. Ata njerëz do vdisnin gjithsesi. Sepse do vdisin herët apo vonë. Thjesht zgjodhen se si do të vdisnin. Pra zgjodhen të vdisnin për një kauzë të mirë. Jezu Krishti nuk do të vdiste kurrë, por ai dha jetë për ne. Bibla thotë që unë kam pushtet ta lë, kam pushtet ta marr përsëri. Ky është urdhri që kam marrë nga Ati. Prandaj asnjë nuk krahasohet me Jezusin. Ai dha jetën. Edhe ai e mori atë përsëri. Tani dita më e madhe në histori është dita kur Jezusi u ngrit nga vdekja. Ringjallja tregon fuqinë e Jezusit për të mposhtur djallin. Bibla thotë që ai mposhti vdekjen. Gjithashtu ringjallja është pohim që sakrifica e Jezusit të kryq u pëlqye nga Perëndia. Dhe Perëndia nuk e la atë në varr. Ai përsosuri nuk mëkatoi, por u ngret nga vdekja. Është e fuqishme, ka shumë tregues ringjallja. Ringjallja e Jezu Krishtit vërteton vërtetësinë e fjalës, sepse Perëndia kishte thënë që ai do ta ngrinte Jezusin. Edhe Jezusi u ngrit nga varri. Ringjallja gjithashtu na tregon, dëshmon që do të ketë një ditë gjykimi. Qoftë të drejtë, qoftë të padrejtë. E besoni ose jo, ringjallja e Krishtit dëshmon që ka një ditë që të gjithë do të gjykohen. Ringjallja konfirmon atë që Jezusi deklaroi, ai ishte Zoti. Ai tha unë e lë jetën edhe unë e marr përsëri, edhe e mbajti fjalën. Vetëm Perëndia mund të bëjë atë gjë. Vetëm ai mund të lërë jetën ta marrë përsëri. Ringjallja gjithashtu është provë. Është provë që shpresa për te varrit është e vërtetë. Ka jetë dhe jeta është në Krishtin, sepse ai është ringjallja dhe jeta. 3 gjëra duhet të ndaj shpejt me ju. Së pari është ringjallja është profetizuar në të shkuarën. Ringjallja ka fuqi për të tashmen dhe ringjallja gjithashtu na tregon për të ardhmen. Të treja gjërat janë të fuqishme në ringjalljen. Së pari është ka fuqi, është profetizuar për të shkuarën. E dini çfarë? Kur Jezu Krishti erdhi, ai erdhi sipas shkrimeve. Ai vdiq u varros dhe u ringjall sipas shkrimeve. Do po flasi për fjalën e Perëndis. Edhe Bibla na tregon që shikoni pak tek Psalmi 16. Davidi në frymëzimin e frymës së shenjtë jep këtë. Unë kam dhënë vazhdimisht Zotit përpara syve të mi. Thot Bibla. Se ai rri në të djathtën time nuk do të hiqem kurrë nga vendi. Prandaj zemra ime gëzohet dhe shpirti im ngazullohet në lavdrimin e tashmërisë time. Edhe mishi im do të qëndrojë në besim dhe në siguri, sepse ti nuk do të lësh shpirtin tim në sheol dhe nuk do të lejosh që i shenjtë të shoh korruptimin. A dini çfarë ndodh tek vepra 2? Pietri i referohet Psalmit 16. Edhe ai flet për Davidin, duke qenë një profet. Ai foli për veten e tij në atë psalm, por në profeci ai po fliste për Zotin tonë Jezu Krisht. Sepse varri Davidit është edhe sot e kësaj dite në Izrael, por varri Jezusit është bosh. Edhe Bibla na tregon te vepra 2 vëllezër, mund të thuhet haptas për Davidin patriark që ai vdiq dhe u varros, dhe varri i tij është ndër ne deri ditën e sotme. Ai pra duke qenë profet, që lexuam në Psalmi 16. E dinte se Perëndia ai kishte premtuar me betim se nga fruti i belit të tij sipas mishit do të ngjallet Krishti për të ulur në fronin e tij. Dhe duke parashikuar këtë foli për ringjalljen e Krishtit, duke thënë se shpirti i tij nuk do të lihej në Hades. A lexuam atë? Edhe thotë gjithashtu mishi i tij nuk do të shifte kalpjen. Perëndia e ngriti nga vdekja e Jezu Krishtin. Edhe ka shumë në dhjatën e vjetër që na flasin. Qoftë këto në piktura. Ju kujtohet për shembull Jona qëndroi 3 ditë 3 natë në barkun e peshkut, por çfarë? Perëndia e ngriti Jonën. E njëjta pikturë është piktura me Zotin tonë Jezu Krisht. Po le të vazhdojmë pak, që më thënë. E dyta është në krijimin e Perëndis, Perëndia na ka folur vazhdimisht për ringjalljen. A e dini që njerëzit që nuk duan të besojnë në ringjalljen, edhe nuk duan të besojnë që Jezusi është ringjallur, a e dini që krijimi flet gjithmonë? Gjithmonë flet. Kur njerëzit shkojnë edhe mbjellin grur, misër, fasule, a di çfarë ndodh? Ata e marrin ato farën edhe e fusin brenda në tokë. Edhe kur fara mbulohet në tokë, edhe si një varrosje e saj, vdekja e saj, varrosja e saj. Mi po, çfarë ndodh? Kur bima lind, është pikturë e ringjalljes së saj. Edhe çdo njeri shikon që nuk mund të ringjallet nëse nuk ka vdekje. Po nëse ka vdekje, ka dhe ringjallje. Sepse fjala e Perëndis na tregon këtë nëpërmjet shkrimit. Shikoni parë Korintazi 15. Po do të thotë ndonjë si ringjallen të vdekurit. Që na the tani, nuk e besoj këtë.
Dëgjoni pa, krimi flet. Edhe si ringjallet të vdekur dhe me shtrup do të vinë. I pamend, thot. Atë që ti mbjell nuk ngjallet nëse nuk vdes më përpara. Dhe atë që ti mbjell nuk mbjell trupi që do të bëhet, por një kokër të zhveshur, ndoshta nga grur ose ndonjë farë tjetër. Kështu është edhe ringjallja të vdekurve. Trupi mbyllet në prishje dhe ringjallet në paprishje. Mbyllet në shtërim dhe ringjallet në lavdi. Ka trupa toksor, ka dhe trupa qellor. Ashtu si ne mbartëm shëmbulimin e toksorit që është Adami i parë, do të mbartëm shëmbulimin e qellorit që është Zoti Jezu Krisht, Adami i fundit. Pra ka një ringjallje. Martin Luteri tha, Zoti e ka shkruar ringjalljen në çdo gjethe të pranverës. Kur bien ato gjethet në vjesht, edhe duket sikur pema është e tharë ditë dimrin, pa pritur me rjet. Pra do të thotë që ka vdekje, ka dhe ringjallje. Perëndia na tregon për ringjallje përmes shkrimeve, na tregon përmes ringjallje përmes krimit. Pse? Sepse autori i krimit dhe autori i Biblës është i njëjti. Tek Veprat 24-25 duke pasur shpresë në Perëndin të cilën këta do të kenë, se do të ketë një ringjallje të vdekurve, qoftë të drejtëve, qoftë të padrejtëve. Do të mendonin faktikisht që një ditë do të dilni përpara Perëndis. Nuk e shmangnim dot. Nuk mund të anullojmë dot. Prandaj ringjallja na jep shpresë për të tashmen, edhe na shpresë për një marrëdhënie me Perëndin. Edhe është e rëndësishme kjo, sepse Perëndia krijoi Adami dhe Evën në marrëdhënie me të. Po kur ata mëkatuan, mëkati hyri midis Adamit edhe Perëndis, edhe u ndan. Dhe Perëndia erdhi që ta heqte mëkatin. Erdhi që njeriu të kishte prapë marrëdhënie me Zotin. Bibla thot sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndis. Të gjithë ne kemi mëkatuar. Dhe Bibla thot që mëkati ka shkaktuar një ndarje midis nesh dhe Zotit. Edhe ne nuk e shohim Perëndin sepse mëkati ka shkaktuar një ndarje. Prandaj vdesim. Dhe Bibla thot të caktuar që njeriu të vdeste më pas të gjyqit. Dhe ne nuk shpëtojmë dot veten. Asnjë fe nuk na shpëton. Asnjë përpjekje nuk na shpëton. Asnjë vepër nuk e shpëton. E të vish rregullisht në këtë kish nuk shpëtohesh. Por Perëndia tregon dashurinë e tij ndaj nesh, qoftë i bekuar ai. Kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Ai u flijua për ne, ai pagoi mëkatin për ne. I shenjti u bë mëkat për ju, në mënyrë që ju të bëheni drejtësia atij në të. Por që ju të bëheni drejtësia atij në të, duhet të bëhet çengji juaj, duhet të pranohet në mënyrë personale. Sepse Romakët 10:19 thotë, sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia ngjalli për së vdekur do të shpëtohesh. Sepse me zemrën njeriu beson në drejtësi, me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Në esencë, dini çfarë është shpëtimi? Në esencë, shpëtimi nuk ka të bëjë me një vend. Nuk ka të bëjë me një vend. Unë e kuptoj që nëse shpëtohet do vesh në paraqe. Në esencë, shpëtimi ka të bëjë me një person. Dhe ky person është Jezu Krishti. Sepse kur ti shpëtohesh, ti hyn në një marrëdhënie me Perëndin. Sepse Bibla thotë, e parë Gjoni 5:20, apo flasim për jetën e përjetshme? Shikoni pak. Po ne dim se biri i Perëndis ne erdhi dhe na dha të kuptuar që ne të njohim atë që është i vërteti. Dhe ne jemi në të vërtetë birin e tij Jezu Krisht. Ky është i vërteti Perëndi. Dhe jeta e përjetshme. Në qoftë se ke jetë e përjetshme, ke Jezusin. Në qoftë se ke Jezusin, ke marrëdhënie me Perëndin. Pra shpëtimi në thelb nuk ka të bëjë me një vend, por ka të bëjë me një person. Prandaj te Mateu 7, Jezusi thotë, shumë do të thonë atë ditë, po Zot, a nuk bëm këtë, a nuk bëm këtë, a ti predikove në rrugët tona, ne bëm këto gjëra, unë bëra një lutje shpëtimi, unë erdha për Pashkë këtu në kish, unë bëra ca gjëra të mira, a nuk bëm këtë, e dini si përgjigjet Jezusi, nuk ju kam njohur kurrë. Pyetja nuk është, a keni bërë një lutje? Pyetja është, a e njihni Jezu Krishtin si shpëtimtarin tuaj personal? A keni jetë të përjetshme? A ka ndryshuar Zoti jetën tuaj? A keni jetë? Mos gënjeni vete me një lutje. Zoti thotë, nuk ju kam njohur kurrë. Prandaj shpëtimi ka të bëjë me një person, ka të bëjë të hysh në një marrëdhënie me Perëndin. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Te Gjoni 1:12 thotë, por të gjitha atyre që pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijtë të Perëndis. Në një familje kur vjen fëmia, vjen në një marrëdhënie atë bir, vjen në marrëdhënie nën bir, vjen në një marrëdhënie. Po vjen në një shtëpi, po vjen në një vend, sigurisht po. Dhe nëse shpëtohet do shkosh në paraqe, po.
por hyn në një marrëdhënie së pari. E dini, nuk është më e rëndësishme shtëpia se fëmia. Nuk është më e rëndësishme gjëra se sa marrëdhënie me baban apo me maman. Sepse Perëndia na ka dhënë marrëdhëniet, nuk na ka dhënë gjërat. Edhe Perëndia na fton që të vemi në një marrëdhënie me të. Edhe Bibla thot që u dha atyre që e pranuan, atyre që besojnë në të, bitë të Perëndis. Dita më e rëndësishme në histori është dita kur Jezusi u ringjall nga vdekja. Dita më e rëndësishme për ju, nëse doni të ekzaminoni veten, është dita kur hyt në një marrëdhënie me Perëndin. Sepse Perëndia ju dha jetë. A ka një ditë në kohën tuaj, në jetën tuaj, ku hyt në një marrëdhënie me Zotin? Edhe dini, ai është jeta juaj, ai ka ndryshuar, ai ka transformuar jetën tuaj. Ka që marsi 1995, 30 vjet përpara, 30 vjet e një muaj. Ku dikush trokiti në konvikt ku isha. Mendoja që isha njëri i mirë. Mendoja që do shkoja në parajs sepse nuk kam bërë gjë të madhe. Rritu në një familje të mirë dhe thashte do shkoj në parajs. Por Zoti hapi sytë e mi dhe më bëri të kuptoja që unë isha mëkatar përpara Zotit. Sepse çdo njeri ka shkelu ligjin, por unë po shikoja për veten time. Dhe Zoti më hapi sytë dhe më tha, Jezusi vdiq për ty. Pagoi për ty. Dhe u ringjall përsëri. Nëse ti beson në të, sakrifica e tij është për ty. Nëse nuk beson në të, do të paguash vetë për gjithë përjetësinë në ferr. Por nëse e pranon atë, Perëndia të bën birin. Edhe atë ditë vendosa besimin tim në Jezu Krishtin. E unë do të pyes juve, a jeni të rilindur? Nëse jo, sot 20 prill mund të bëhet dita më e rëndësishme për ju. Heqni besimin tek vetja, heqni përpjekjet tua, heqni duke u munduar që të shpëtoni veten dhe ktheheni dhe besoni në atë që mund të shpëtojë ju. Dhe ai ka pushtetin të shpëtojë dhe ai quhet Jezu Krisht. Është e çmuar për këtë. Gjëja tjetër është ringjallja ka fuqi për jetën e tashme, jo vetëm të më shpëtoj mua nëse jam i shpëtuar, por edhe gjithashtu të më jap fuqi për jetën e përditshme. Sepse shpëtimi nuk është fundi, po është fillimi i një marrëdhënie të përditshme me Perëndin. Edhe ne do të ecim në këtë marrëdhënie të ngushtë me Zotin. Do të them 3 gjëra për ecjen e përditshme. Ringjallja e Jezu Krishtit është për zemrat e trazuar. Ishin dishepujt e Zotit Jezu Krisht, ndërkohë që Jezusi kishte vdekur, ishte varrosur, edhe ata po iknin nga Emausi për në Jeruzalem. Ata ishin shumë të shqetësuar, a zemrat e tyre ishin shumë të trazuara. Dhe Bibla na thotë që Jezusi erdhi me ta, sepse ai ishte ringjallur. Ata nuk e njohën atë, dhe erdhi dhe Jezusi po i jepte zemra atyre. Edhe në një moment ata e njohën atë, kur ai ndau bukën. Edhe sytë e tyre u hapën dhe ata panë që Jezusi i gjallë. Dhe kur ata panë Jezusin të gjallë, atë trishtimi e tyre ra. Edhe ata u ngretën edhe u kthyen përsëri në Jeruzalem. Në qoftë me të vërtet, jeni të rilindur. Jezusi do të heqë trishtimin tuaj me anë të fuqisë të tij të ringjallur. Ai do të jetë pranë jush. Kjo është ajo që Zoti na tregon. Por gjëja e dytë gjithashtu është që ai ringjallja e Jezu Krishtit është jo vetëm për jetët e trishtuara. E dini që jetët e trishtuara, dini kush ka kaluar trishtimin? Ju kujtohet kur Jezusi ishte para se të vende në kryq, ai zemra e tij ishte tronditur dhe e trishtuar. Ai njeh trishtimin, ai e di trishtimin tuaj, por ai i ringjallur do t'ju japë jetë. Por gjithashtu edhe për të dështuarat. Bibla na tregon për Pietrin. Edhe është histori e bukur ajo. Jezusi tha, Pjetër tha, para se gjeli të këndoj 3 herë do më mohosh. Jo, tha Pietri, tha, të gjithë mund të mohojnë, po jo unë. Dhe Bibla na tregon që Pietri mohoi Jezusin 3 herë. Ndërkohë që e mohoi 3 herë, ajo që ndodhi është që Jezusi vdiq. Edhe Pietri në hidhërimin e vet tha, çfarë të them? Ka mohuar Zotin tim. Ka mohuar që ai nuk është. Unë nuk jam ai që e ndjek atë, nuk jam pasuesi ti, nuk jam ndjekësi ti. Dhe Bibla thotë që Jezusi u ngrit nga varri. Dhe kur Jezusi u ngrit nga varri, Bibla thotë që engjëlli që lajmëroi ringjalljen tha diçka të veçantë. Diçka të veçantë, se nëse se do të shikonim apostujt, unë nuk kam qenë aty, por nëse do i shikoje, do të shifje ata të 10 se ju davari vete, të 10 do të shifje bashkë. Po ishte një që ishte vetëm edhe ulur në një qoshe, edhe rritë e gjokse duke thënë jam mëkatar, ka mohuar Zotin. Dhe dëgjon që po flitet për ringjalljen.
Edhe Biblia na tregon, shikoni pak, nëse keni aty tek Marku 16:6-7. Dhe ai tha përsëri, mos u tremni, ju kërkoni Jezusin Nazareas që ka qenë kryqëzuar, ai u ringjall. Nuk është këtu ja vendi ku e kishim vënë. Po shkoni dhe u thoni dishepujve të tij. Dhe pastaj nën frymëzimin e frymës shenjtë Pjetri shkruan dhe Pjetrit. E dini që Pjetri është ai që ka dishepullzuar Gjon Markun. Edhe kur e dishepullizon dikë, mënyra se si punon me atë, është të tregosh dështimet e tua, ti tregosh fëmijës tënd. Po gjithashtu në dështimet e tua, ti tregosh fëmijës tënd që Zoti më ngriti. Zoti më dha jetë, Zoti më përdori përsëri. Edhe Pjetri ishte aty, edhe ishte aty poshtë, edhe ajo që dëgjon Pjetri dëgjon. Thanë, dhe Pjetrit, edhe Pjetri me njëherë do fytyra aty u qel. Zoti më do akoma mua, edhe Zoti ka përsërim për mua mundësi të shkoj dhe të vete në Galilea, siç ka thënë. Edhe zemra aty u ngrit lart e mori pesh. A ju ka ndodhur që të bini poshtë ndonjëherë? A mos vallë javën e kaluar keni rënë poshtë duke mohuar atë që ju dha jetë? Ringjallja garanton një shans të dytë. Perëndia vjen tek ju dhe thot, qohu, unë kam një plan me ty. E dini çfarë bëri Pjetri më vonë? Ai shkoi në ditët e rrshajeve të Pentakosit dhe Bibla thotë që ai predikoi 3.000 burra u shpëtuan. Perëndia do të përdor ty fuqishëm në qoftë se je i rilindur, pavarësisht se ke rënë, qohu. Edhe Zoti do të përdorë në mënyrë të madhe, madhështore. Prandaj ringjallja është shpresë për zemrat e trazuara, po shpresë edhe për një që ka rënë. Qohu. Zoti ka një plan me ty. Merë zemër. Ai të thret ty. Por ringjallja nuk është vetëm për këtë. Por ringjallja gjithashtu edhe për jetë të fuqizuara. Sepse jo vetëm për njerëzit që kanë rënë, jo vetëm për njerëzit që ndoshta nuk kanë rënë dhe janë të trazuar, po edhe për njerëzit që ecin me Zotin. Sepse Zoti bën diçka të madhe. Shikoni pak çfarë është e madhe. Te Efesianët 1:18-20. Është e mahnitshme ajo që gjejmë. Pali është duke u lutur për Efesianët. Edhe ai po lutet që kisha në Efes të mund të kuptoj dhe Zoti të mund të hap sytë e kishës, që të mund të shikoj çfarë fuqie banon brenda besimtarit. Sepse Bibla thot fuqia që ringjalli Krishtin, është fuqia që banon në ju. Edhe Bibla thot tek Efesianët 1, dhe ti ndryshoj sytë e mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij dhe cilat janë pasurisë e tij, lavdisë së trashëgimisë së tij ndër shenjtorët, dhe cila është madhështia jashtëzakonshme e fuqisë së tij ndaj nesh që besojmë sipas veprimit të forcës së tij, të cilin e vurin e veprim në Krishtin dhe duke ringjallur për së vdekush, duke vënë të ulet në djathtën e tij në vendet qellore. E dini çfarë duke thënë Zoti? Shikoni pak. Zoti të na hap, t'ju hap sytë, të shikoni brenda jush atë fuqi që Perëndia ringjalli Krishtin. Fuqitë e errësirës e donin Jezusin në varr. Por ai mposhti vdekjen. Ai u ngret. E dini çfarë është fuqia e madhe të ngresh të vdekurin nga varri. Mjekët kanë ca fuqi që na vën ca ilaçe që ne shërohemi. Po të ngreshë njëri nga varri është fuqi e madhe. Por Perëndia vuri këtë fuqi në veprim dhe ngriti Krishtin nga vdekja. Po këtë fuqi që ngriti Krishtin nga vdekja, Perëndia vuri në ju kur ju shpëtoi. Edhe ju keni fuqi për të ecur me Perëndin, keni fuqi për të mohuar këtë botë, keni fuqi për të ecur në risinë e jetës, jo në vërtetësinë e shkronjës. Prandaj Pali thot, shikoni çfarë thot Romakët 6. Ne pra u varrosëm me të me anë të pagëzimit në vdekje, që ashtu si Krishti u ringjall për së vdekurish me anë të lavdisë së Atit, kështu dhe ne të ecim në risinë e jetës. Është ringjallja që ndryshoi jetët e apostujve. E dini 12 apostujt bashkë me Matian që u zgjodh më vonë, vetëm njëri vdiq me vdekje natyrore. Të tërë martiruan. Pse? Sepse ata besuan dhe ata panë dhe ata besuan në Zotin e ringjallur. Ringjallja ndryshon jetët. Ringjallja jep perspektivë tjetër. Ringjallja jep kuptim tjetër të jetës. 2 Korintasit 5 thot, Pali thot, dashuria Krishtit më shtrëngon. Sepse në qoftë se ai vdiq për mua, atëherë unë do të jetoj për atë që vdiq u varros dhe u ringjall për mua. Dhe pika e fundit është ringjallja mban premtimin e së ardhmes. Kjo është e madhe. Jo vetëm që Zoti e profetizoi ringjalljen,
Jo vetëm që ringjallja ka fuqi për mua, nëse jam i humbur, Perëndia do të më jap jetë, sepse Jezusi është ringjallja dhe jeta. Por nëse jam i rilindur, Perëndia do të përtërejë jetën time. Qoftë kjo nëse është trazuar, qoftë kjo nëse kam rënë, qoftë nëse jam duke ecur me Zotin. Por ringjallja di që gjithashtu sa bekuar është, sheh përpara i krishterë është ai që ka shpresë në të ardhmen. Edhe bota është shumë e zymt për shpresë përpara. Po i krishterë është përpara, Zoti do të kthehet përsëri. Kur u ringjall Jezusi, Bibla jep një detaj të veçantë. Detaj veçantë ishte që ai kishte rizën që ishte mbuluar koka, dhe kishte edhe gjithashtu veshjen e trupit, sepse ashtu i vishnin njerëzit kur i varrosnin, i mbështillin me një robe, me një tip çarçafi. Dhe kur vente varri, shohin që riza ishte palosur, edhe ishte vënë veças. Po në traditën hebraike, kur ti je në një darkë, edhe në qoftë se ti qohesh, edhe palos atë rizën, shamin, edhe lë aty të palosur, ti je duke u thënë atyre dhe të gjithë të pranishmit mos thot asnjë fjalë, duke u thënë atyre që po iki, po do kthehem se s'kam mbaruar akoma. Edhe Bibla na tregon, shikoni pak, thot, dhe riza që vën mbi kokën e Jezusit, ajo nuk ishte bashkë me plurat, po ishte palosur në një vend veç. Edhe kur Pietri hyn brenda, në fakt Pietri shkon deri aty edhe nuk hyn, po Gjoni hyn brenda, kur ata shohin tek varri brenda, pan që ishte bosh, pan që ishte ngritur nga vdekja, dhe me çfarë fjala, garancia që ai nuk është aty në varr, është ringjallja, është garanci e sigurt, nuk e gjetën dot aty. Por ajo rizë e palosur, ata kuptuan menjëherë. Jezusi do të kthehet. Jezus do të kthehet. Edhe gjëja e parë që na garanton ringjallja që ai do të kthehet. Bibla thotë tek Gjoni 1:14-1-3. Para se Jezu Krishti të shkonte drejt kryqit, ai jep këtë premtim. Premtimin e rizës së palosur. Pastaj ju kujton me anë të rizës atë premtim që kishte dhënë. Zemra juaj mos u trondit. Besoni në Perëndi dhe besoni dhe në mua. Në shtëpinë e Atit ka shumë banesa, thot Jezusi. Po shkoj të përgati një vend. Dhe kur të shkoj të përgati një vend, thot do të kthehem. Riza e palosur mbar premtimin do të kthehem. Do të kthehem, se kam ikur për pak kohë, po do të kthehem. Premtimi i ringjalljes së Krishtit është që ai do të vijë një ditë. Zoti ynë do të kthehet. Nuk na ka lënë këtu për jetë. Të gjithë ata që vdeqën në Krishtin nuk janë të mirë, as nuk janë pa shpresë. As ne nuk kemi pa shpresë, sepse ai do të kthehet, thot Bibla. Te zbulesa 1:7-8 thot, ja ai vjen. Edhe po flet për Zotin Jezu Krisht me erret dhe çdo sy do të shohë. Edhe ata që të shpuan, dhe të gjitha fiset e dheu do të vajtojnë për të, po amen. Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, thot Zoti, që ishte, që është dhe që vjen, i plot fuqishmi. Pra Jezusi nuk është thjesht një perëndi, por është Perëndia krijuesi i qiellit dhe i tokës. Pika e dytë është, ai do të vijë, sepse nuk ka mbaruar. Pika e parë është ai do kthehet. Po pika e dytë është ai do kthehet sepse s'ka mbaruar punë. Po çfarë punë ka Jezusi? Pani mund të rizën, riza do të thotë që do të kthehem. Edhe Jezusi duke thënë që do kthehem sepse s'ka mbaruar, sepse palosja e rizës është akoma do të kthehem të darkën. E dini çfarë ka? Zoti nuk ka mbaruar punë me ne. Amen. Nuk ka mbaruar punë me ne. Sepse te Gjoni 14 është ajo që thash. Do të kthehem. Dhe çfarë do të bëj? S'ka mbaruar punë. Do t'ju marr. Do t'ju marr. Ringjallja e Krishtit është garanci që një ditë ne do të rrëmbehemi e do të shkojmë me Zotin për jetë. Do t'ju marr. Të gjithë njerëzit që nga koha e Krishtit deri tani kanë vdekur me këtë shpresë, të sigurt, Perëndia do të na marrë një ditë. Ata i besojnë Perëndis, i besojnë fjalës së tij. Dhe Bibla thotë qielli dhe toka kalojnë, por jo Bibla. Ringjallja është e vërtetë, një ditë ai do të kthehet. Dhe Bibla na tregon e para Thesalonika 4, sepse Zoti vetë, me një urdhër, me zë kryeëngjëll dhe me borinë e Perëndis do të zbresë nga qielli. Kjo është shpresa jonë. Dhe ata që ndiqen në Krishtin do të ringjallen. Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur do të rrëmbehemi bashkë me ata mbiret për të dalë përpara Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi për herë me Zotin ton. Ngushëlloni njëri tjetrin. Shpresa e ringjalljes shkon për te varrit. Edhe Bibla thot përsëri tek e pari Korinthëve 15, ja unë po ju them një të fshetë, të gjithë ne nuk do të vdesim,
Të gjithë do të shndrohemi në një moment, sepse sa hap mbyll syt në tegullin e borisë së fundit, sepse ata sa të bjerë boria të vdekurit që kanë besuar në Jezu Krishtin, do të ringjallet të paprishëm dhe ne do të shndrohemi. Sepse ky trup që prishet duhet të vesh mos prishjen dhe ky pa vdekshëm të vesh pa vdeksin. Dhe pari Korintas 6 thot, ashtu si Perëndia ringjalli Krishtin, kështu do të na ringjallë ne. Do të na ringjallë. Si, shikoni, Krishti u ngrit nga vdekja, me një trup të lavdishëm, me një trup që nuk lodhet, me një trup që nuk sëmuret. Lavdi Zotit, nuk do të kem dhimbje me gjunjët që kam ndonjëherë nga reumatizmi. Po nuk do të kem atje. Nuk do të keni vuajtje, nuk do të keni shkoni te mjeku, nuk do të keni nevojë për makinë të hipni, do të lëvizni me shpejtësinë e mendjes në çast. Ku të shkoni? Në parajs zbrisni prap, shkoni. Ashtu si Krishti pati atë trup, kështu do të jemi, sepse ashtu siç është ai, kështu do të jemi edhe ne. Është duke ardhur një ditë, amen, ku dhimbja mos do të ketë. Jo më lot. Edhe gjithë në sy s'do të mbes, në përjetësi parça do zgjas, të lumtur në qytetin e ardhur. Bekim, është bekim. Romakët 8 thot, dhe vetëm kaq, por dhe ne vetë që kemi frutet e para të frymës vajtojmë në veten tonë, duke pritur flakët, birimin, shpengimin e trupit tonë, duke rënkuar, po nuk e duam, edhe Perëndia thot, ndërkohë që ne jemi të rilindur, edhe jemi të shpëtuar nga brenda, po presim shpengimin e trupit. Perëndia nuk e ka mbaruar punën, do të na hap një trup të lavdishëm. O, sa e madhe si ja vlen të flas për këtë gjithë natën. Jo ditën, se ditën do ta mbaroj, po gjithë natën. Ka shpresë e madhe. Shpresa jonë quhet Jezus. Ka shpresë e bekuar. Po eja Zoti Jezus. Vetëm dy. Dita më e madhe në histori. Është dita kur vdekja unë poshtë. Është dita kur varri nuk kishte më pushtet dhe fuqi. Është dita ku Krishti u ngrit nga vdekja. Edhe shpresë për çdo njeri që beson në të, që nuk do të vdes kurrë. Por pyetja është, a është Jezu Krishti Zoti juaj dhe shpëtimtari juaj? A keni një marrëdhënie me Perëndin? Nëse jo, pse të mos përuleni sot? E të pranoni Jezu Krishti si Zotin tuaj. Nëse jeni të rilindur, kujtoni pak. Ringjallja na bën që të heqim syt këtu, sepse jemi kalimtar. E të shikojmë në atë ditë që është duke ardhur. Sepse atë ditë që është duke ardhur është që kur ai të vijë ne do të shohim atë. Kur të shohim atë ne do të shndrohemi, do të jemi siç është ai. Edhe kur ne kemi këtë shpresë, le të pastrojmë veten. Le të pastrojmë veten ashtu siç është i pastër ai. Edhe ringjallja është dhe në shkrimë, është dhe në krim. Ringjallja gjithashtu na motivon për të ecur me Perëndin sot. Nëse keni rënë, Krishti t'i jap zemër. Edhe mbani syt, sepse ai të kthehet, e ka palosur Rizën. Do të vi. Do të vi për të na marrë, për të na çuar në shtëpi. Le të ulim kokat së bashku. Nuk e di nëse jeni ose jo i rilindur, por nëse nuk jeni i rilindur, Perëndia dëshiron që të falë, të t'jap jetë. Nuk është se duhet të bësh ndonjë gjë. Nuk duhet të përpiqesh, nuk duhet të vish në kishë rregullisht, nuk duhet që të ndryshosh jetën tënde. Thjesht duhet të pranosh që je mëkatar. Duhet të pranosh që këtu je. Edhe vetëm Zoti mund të shpëtojë ty. Dhe ai e bëri këtë, ai siguroi një rrugë shpëtimi, ai vdiq për ty, u varros për ty, u ringjall për ty. Beso në Zotin Jezu Krisht do të shpëtohesh. Edhe nëse je i rilindur, merrni zemër. Krishti mposhti vdekjen për ju, për ne. Edhe garancia që ai u ringjall, është garancia që një ditë do të ringjallemi, edhe keni një jetë të përjetshme, por kjo jetë është një marrëdhënie me Perëndin, esni me Perëndin, esni ditë pas dite me ta. Shijoni fuqinë e ringjalljes në një marrëdhënie të ngushtë me Zotin Jezu Krisht, duke përballuar këtë botë me fuqinë e ringjalljes.